pranoj fajsin. A e konsultu në avokatin? Po, që unë jam i vetëm i moshkull familje dhe për kujdesem për nënën 63 vjeçare, vajzën 1 vjeçare si dhe gruan, të cilat pa mund nuk mund t'i plotësojnë nevojat bazike. Nuk është dobësia e karakterit tim, nuk besoj, nuk do ta përsëris më. Betim Januzi, reperi i njohur me emrin artistik Buta, ka dalë sot para gjykatës në Ferizaj për veprat penale posedimi narkotikëve si edhe armbajtje pa leje. Buta pranoi fajsin ku gjithashtu tha se ndihet i penduar dhe se përdorimi i narkotikëve është shkak i dobësisë së karakterit të tij. Atëherë ki mundësi me pranu fajsin ose me deklaru i pafajshëm. Që pranoj fajsin. A e konsultu në avokatin? E pranon fajsin? Tash mundesh me shtu atë pjesën që ta i kam... Me vazhdo aty apo për i këtu? Jo, mirë është vazhdo. Desha me cek që mas pari vjen mu, desha t'i kërkoj falje trupi gjykues si dhe prokurorisë shtetit, si dhe zyrtarëve policorë për natyrën e veprës njime penale, nga e cila edhe më vjen turp. Sa i përket armbajtjes, unë ndihem i kërcënuar vazhdimisht në rrjetet sociale për shkak të rastit të vëllavit, edhe për shkak të personazhit tim publik, nga i cili marr kërcënime anonime vazhdimisht në rrjetet sociale. Desha t'i bëj ta ceki edhe si desha më herët me cek që gjatë kontrollit të makinës, unë vullnetarisht i kam treguar për posedimin e tem të armës, vullnetarisht i kam dhënë kesët që i kom pas me substanca narkotike, vullnetarisht i kom tregu policëve për që kam posedim në banesë, të substancave tjera, si dhe të fisheve. Të gjitha këto i kam tregu vullnetarisht pa më pyet ose pa mandat të prokurorit. Edhe deshta me shtu që veç një gjykata ta ketë parasysh që unë jam i vetëm i moshkull familje dhe për kujdesem për nënën 63 vjeçare, vajzën 1 vjeçare si dhe gruan, të cilat pa mund nuk mund t'i plotësojnë nevojat bazike. Desha që kjo të jetë e qartë dhe t'i keni parasysh këtë rrethona dhe të simpatizoni me situatën e tyre nëse nuk simpatizoni me situatën tonë. Nëse nuk e pata më çort le që pendohem për kam turp, sidomos për akuzën e parë, nuk është dobësia e karakterit tim, nuk besoj, nuk do ta përsëris më. Prokurori i rastit lexoi aktakuzën me të cilën ngarkohet i pandehuri Januzi. Prokuroria Themelore në Ferizaj me dot 22 shtator 2025, kuptim neli 234 paragrafi nej kodit penal të Republikës së Kosovës, ka ngrit akt akuzë kundër të pandehurit Betim Januzi. Sepse me dot 11 shtator 2025, tradhtorës 21 në rrugën Zenan Ajdini në Ferizaj, ka mbajtur në posedim pa autorizim substancë narkotike të llojit kokainë dhe marijuanë, në atë mënyrë që policia gjatë një kontrollit rutinor ka ndaluar veturën e markës BMW, të cilën drejtonte i pandehuri dhe gjatë kontrollit në veturën e tij janë gjetur një qese najluni me substancë narkotike të llojit kokainë me peshë neto 0.27 gram, 3 qese najluni me substancë narkotike të llojit kokainë me peshë neto 0.41 gram, 0.31 gram dhe 0.37 gram, me peshë të përgjithshëm prej 1.35 gram, si edhe një qese najloni me substancë narkotike të llojit marijuanë me peshë neto 0.22 gram, si edhe 2 qese najloni me substancë narkotike të llojit marijuanë me peshë neto 1.27 gram dhe 0.94 gram, me peshë të përgjithshëm prej 2.43 gram, të cilat janë sekuestruar nga ana e policisë së Kosovës. Me çka ka kryer veprën penale, posedimi pa autorizuar narkotikëve, substanca psikotrope ose analoge, dhe gjatë kontrollit në veturën e tij i janë gjetur një armë zjarri e markës e tipit pistolet me numër BF-VIS 5672 me një karikator dhe 16 fishek të tipit Lugar 9 mm. Shkurse me rastin e kontrollit në banesën e tij janë gjetur edhe 26 fishek të tipit Lugar me kalibër 9 mm, të cilat janë sekuestruar nga ana e policisë së Kosovës, me çka ka kryer veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armë. Në fund, gjyqtarja e rastit refuzoi pranimin e fajsisë nga ana e pandehurit dhe e njëjta pas kërkesës së avokatit, të akuzuarit i ndërpreu masën e paraburgimit. Gjykata me radhën refuzohet pranimi i fajsisë nga ana e pandehurit për shkak të veprave penale, si në pikën 1 të 2 të dispozitivit të aktakuzës. Pasi që gjykata vlerëson se provat e dorëzuara në aktakuzë nuk mbështesin faktet e çështjes që ndërlidhen me elementet e veprave penale.
Provat e dorëzuara në akt akuz nuk mbështeten faktet e çështjes që ndërlidhen me elementet e veprave penale. Gjykata në rakundën aprovohet propozimi i mbrojtësit të Pandeverit Betemi Januzi, avokati Naim Ferroti, të Pandeverit interpretet masa e parapërgjimit të saj.